Përshëndetje të nderuar shikues të ora 24 të Almakos. Sot është dita e parë e muajit të shenjtë të Ramazanit, muajit të mëshirës, muajit të faljes dhe reflektimit shpirtëror tek besimtarët musliman. Do të diskutojmë tema të ndryshme që kanë të bëjnë me besimin, Ramazanin, si dhe jetesën, përditshmërinë se si jetojnë sot. Me mua sot mysafir është Hoxh Nusret Efendi Fazliu. Selamu alaikum Hoxh dhe mirë se erdhët. Aleikum salam, rahmatullahi wa barakatuh, mirë se jeni. Hoxh, sapo kemi hyrë në ditën e parë faktikisht të muajit të shenjtë të Ramazanit. Çfarë përfaqëson realisht dita e parë e muajit të shenjtë të Ramazanit dhe cili është qëllimi i vërtet i agjërimit? A është veturia apo ndryshimi i brendshëm i njeriut? Fillimisht na falenderojmë Allahun Azza wa Jalla, i cili na bëri të mundur që të arrijmë këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Dhe gjithsesi falenderimet e mia janë për të gjithë ju stafin tuaj, të cilët na mundsuat të jemi sot në këtë muaj pranë gjithë xhamatit në hijen e këshillave të Allahut xhalla xhelal. Allahu than Kur'an Bismillahirrahmanirrahim, duke ju bën thirrje an-nida, thirrje shumë me rëndësi e vlefshme për gjithë besimtarët musliman. Allahu than Kur'an, ja eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu al-azim. Allahu ju drejtohet besimdrejtëve, o ju besimtar, ju është bë obligim fars muaji i agjerimit, Ramazani, muaj i bekuar, ashtu siç kanë pasur të njëjtin detyrim edhe popujt që kanë qenë më herët, e krejt qëllimi, i gjithë qëllimi me shpresë la'allakum tattaqun, ju të arrini përmes agjerimit devotshmërinë. Kështu që pyetja është shumë e rëndësishme, është shumë me vend. Na nuk agjerojmë vetëm për të dukur apo në aspektin e jashtëm, atë material dhe fizik, duke agjeruar me trupin ton, por qëllimi i agjerimit të ngrisim shpirtin ton në nivelin e takvallukut. Ata të cilët kanë përkufizuar takvallukun shkurt dhe domethënie shumë të thellë, padyshim që janë gjeneratat e arta në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga ai kanë kuptuar ç'është devotshmëria dhe ç'është qëllimi i ardhes njeriu në jetën e kësaj bote. Vlen të cekim dhe të përmendim për kufizimin e Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, i cili kur është pyetur çka është devotshmëria, çka ka për qëllim devotshmëria, çka duhet bën njeriu që të arrijë devotshmërinë, e sidomos një shans e artë që të arrijë përmes muajit të agjerimit. Tha Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, el khawfu min el jalil, takvalluku, devotshmëria është njeriu besimtari të ketë frikë dhe respekt nga Allahu i gjithë fuqishëm, më madhështori. El khawfu min el jalil, gjithë veprat të cilët i vepron ai, të ketë frikë se ndoshta Allahu nuk është i kënaqur me veprat e tij. Wal amalu bit tanzil, devotshmëri është besimtari të vepron në tokë, në mesin e njerëzve, përballë njerëzve, el amalu bit tanzil, të vepron me shpalljen e Allahut, i cili muaj është muaj i Kur'anit, muaj i programit hynor, i cili na mëson se si duhet të edukojmë fëmijët tanë, të rregullojmë raportet me bashkëshortët tanë, të rregullojmë raportet në bamirësi me prindërit tanë, se si duhet formohet shteti ynë, si duhet jetë mënyra e tregtisë në mesin e njerëzve në aspektin e biznesit dhe pasurisë, si duhet jetë raporti dhe kujdesi nga jetimat të cilët Allahu na sprovoi gjithë kombin dhe ummetin me marrjen e prindve të tyre, duke lënë dorën tonë në shkollimin e tyre, në shkollat tona, dhe gjitha institucionet e jetës në këtë aspekt. El amalu bit tanzil wal isti'dadu li yawmi ar-rahil. Dhe tha, devotshmëri është të ketë frikë respekt njeriu ndaj Zotit të tij, të merr shembull konkret për punën, të vepron në tokë me fjalën e Allahut, atë cilën e zbriti Allahu, Kur'anin në muajin e Ramazanit, dhe të përgatitet për çdo ditën kur do të del nga jeta e kësaj bote në vdekje drejt Allahut xhelle xhelal.
besimtari nëse përgatitet për vdekje, vepron me Kur'an dhe i ka frikë Allahut, besoni se do të arrin taman kohën, momentin e devotshmërisë, ashtu siç përkufizoi Umar ibn al-Khattab me Ubay ibn al-Ka'b radhiyallahu ta'ala anhuma, thanë devotshmëria është sikur një njeri i cili ec në rrugë, rrugton në rrugë, mirë po duke u mbrojtur nga gjëmbat, therat të cilët ata do ta kishin penguar drejt rrugtimit të në qëllimin të cilin e ka final. Unë duke marrë parasysh kohën e shkurt, do të kisha veçuar një shembull konkret nga një ngjarje historike të një njeriu shumë të madh në historinë e sahabëve të kohës së artë, të cilët kanë jetuar dhe janë edukuar me edukatorin më të hajrit në njerëzimit në qiell dhe në tokë, Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam, i cili tha: li kulli ummetin amin, për çdo popull, në çdo popull ka pas nga një njeri më besnik. Çdo popull i tij ka pas njeriun besnik, njeriun e drejtë, njeriun e vendosur, njeriun i cili gjithmonë ka shiquar interesat e tjerave para interesit tij personal. Wal aminu hadhihi al-ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Dhe tha, njeriu më besnik në mesin e ummetit tim është Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Pasi ndroi jetë pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam dhe erdhi në khilafetin e tij Abu Bakr as-Siddiq, pastaj Umar ibn al-Khattab, në kohën e udhëheqësisë së Omerit ndaj muslimanëve, kishin arritur besimtarët me takvallëkun e tyre, me drejtsinë e tyre, me punën e palodhur tyre, duke mos shiquar interesat e kësaj dunjaje, por të arrin të jenë në shërbim të popullit, që të arrin kënaqësinë e Zotit, ata kishin arritur që të çlirojnë vendet e Shamit sodit. E atëherë ishte pjesa e Sirisë, pjesa e Palestinës, një pjesë e Jordanit dhe kështu me radhë nga perandoria bizantine e asaj kohe. Dhe kryekomandanti suprem ishte Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Dhe pasi bëni çlirimin e madh, e bënën muslimanët këtë çlirim të madh, erdhën ata toka në drejtësi absolute të Allahut xhelle xhelalu. Umar ibn al-Khattab shkoi me vizitu kryekomandantin dhe ushtrinë e muslimanëve në Sham, nga Medineja. Dhe kur arriti në shtëpinë e kryekomandantit, kryetarit, i cili kishte tubu gjithat pasuri nga një perandori, kishte gjithat mall në depot, në magazinat e shtetit, megjithatë, kur hini në sobën dhe dhomën e Ubaidah ibn al-Jarrah, nuk pa asnjë gjë më tepër se sa shpata e tij, mburoja të cilën e kishte duke përdorur në xhihad, në luftë, dhe një si them, një pjesë të mjetit me cilën ai ushqeheshte, vetëm një mjet ushqimi në një lloj vorbe të cilën e kishte në atë kohë. Filloi Umar ibn al-Khattab në vaj, filloi të qaj, tha: ja Aba Ubaidah, sadaqa Rasulullah. Tha, pejgamberi Allahut e ka thënë të vërtetën kur ishte i gjallë. Me të vërtetë ti je besnik në pasurinë e muslimanëve. Krejt dunjaja i krejt ka arrit që dunjaja ti ndryshon njerëzit, ti nuk arriti edhe pse u bare komandant, nuk arriti me të ndryshu fama, nuk arriti të ndryshon kategoria në mesin e njerëzve si kryekomandant, nuk arriti të ndryshon pasuria. Ti ishe besnik ndaj fjalës Allahut dhe nuk të marrit dunjaja përpara. Ndaj pjesa e takvallëkut e Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ishte të mos shpërfill pasurinë e tjerëve, të mos shpërfill djersin dhe xhihadin e tjerëve, duke abstenu për veti, dhe shkolla më e mirë është agjerimi, i cili nuk është vetëm të abstenon dhe të agjeron përmes aspektit fizik dhe të ati material, por ai të abstenon në vlera, duke mos i shpërbë në antivlera, por gjithçka që Allahu ka udhëzu, nëse ai ka obligu në drejtësi, nëse ai ka obligu në ditori, nëse ai ka obligu në mbrojtjen e vatanit, atë dheut dhe nderit e moralit me xhihad, nëse ai ka urdhëru në ndihmë, nëse ai ka urdhëru në të gjitha sferat e jetës, besimtari do të mund ta kontrollon veten duke abstenu nga dëshirat e dunjas dhe duke ia dhënë hapësirën vlerave të saj.
Hoxha, a ka kuptim nëse besimtari musliman gjatë agjerimit nuk e përmirëson sjelljen e tij, gjuhën e tij, raportin me njerëzit tjerë gjatë agjerimit? Interesante, kjo fe islame është paqe me vlerat e saj absolute dhe besimtari kur pranon atë, përpos se është një besimtar i lirë dhe i qiltër, i pastër, i paqes, mbi supët e veta bart edhe imazhin e fesë islame se si duhet të duket një musliman. Prandaj obligimi prej Allahut nuk është individual, ai duhet ta pasqyron fen edhe në aspektin shoqëror. Prandaj tha pejgamberi sallallahu taala alaihi wasallam: "Men lam yad'a qawl az-zur wal 'amal bihi", kush nuk braktis fjalën e kot, fjalën e rrenës dhe të gënjeshtrës, fjalët e shpifjeve dhe të tradhtisë, të përçarjeve, të fitneve dhe veprës në te, nuk i braktis veprat e shëmtuara, lejse lillahi hajje, Allahu nuk ka nevoj fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu, nuk ka nevoj Allahu që ai ta braktis vetëm hajën dhe pijen. Ai do të agjeron edhe përmes gojës ti, përmes syrit ti, përmes veshit ti, përmes dorës ti dhe kështu me radhë. Ndaj, pa e zgjatur tepër, kemi rëndësinë e madhe të këtij hadithi. Donë se tha pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, kush më siguron gojën e tij dhe më siguron organin e tij gjenital, unë ja siguroj atij xhennetin. Nga se një fjalë, la ilaha illallah, dëshmia se nuk ka zot tjetër me merit pos Allahut, e fiton krejt xhennetin në jetën e përtejme. Por nëse e braktisat e me shirk, atëherë e humbat edhe në jetën e kësaj bote një fjalë e keqe ka mundësi që të jetë shkak sebeb për përçarjen, dobësimin e muslimanëve, për shpifjet, për problemet në mesin e njerëzve. Ndaj tha pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, hadithin që shënon Imam Muslimi sahihun e tij, hadithin që transmeton Ebi Bekrata an Abi radiallahu ta'ala anhuma, thot ishim duke ndejur me pejgamberin Allahut në xhaminë e tij, në Mesjidun Nabawi, dhe pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam duke biseduar me shokët sahabët e tij, ishte paksa i mbështetur. Dhe ju tha pejgamberi Allahut: "Ala unabbiukum bi akbaril kabair", a doni të ju njoftoj, të ju lajmëroj, të ju tregoj për mëkatet më të mëdhaja. Dhe ky hadith na tregon vetvete se mëkatet ndahen në të mëdhaja dhe më të mëdhaja, në mëkatet të vogla dhe më të vogla. Bi akbaril kabair, mëkatet më të mëdhaja. I thanë: "Bela ja Rasulullah, si jo, të dim çka është shkatrim për ne në jetën e kësaj bote dhe në ahiret." Tha: "El ishraku billah", të besosh dikën tjetër pas Allahut, të besosh dikën tjetër, të kërkosh ndihmë nga dikush tjetër, ditori nga dikush tjetër, udhëzim nga dikush tjetër, të kërkosh mbështetje nga dikush tjetër, pasuri nga dikush tjetër, dhe gjithë mirat e jetës kësaj bote dhe ata shpirtërore, ortak njësojnë në të njëjtën kohë me ndonjë zot tjetër pas Allahut. E dyta, ma bëni halal, tha: "El ishraku billah wal uquq al walidain", pastaj të mos jes të respektues besimtarin ndaj prindit. Kjo është shumë e rëndë në tokë. Të mohosh ardhjen, rrugën tënde të ardhjes përmes cilës ke ardhur në jetën e kësaj bote. Uquq al walidain. E treta tha: "Ala wa qawlu zur, ala wa shahadatu zur, ala wa qawlu zur", hatta yukarriruha, derisa pejgamberi Allahut e përsëriste më shumë se 3-4 herë. Tha: nga mëkatet shkatruese ndër më të mëdhajat mbas shirkut të Allahut, pas mos respektit ndaj prindit, është fjala e rrejshme, fjala e tradhtisë, ala wa qawlu zur, fjala jo e vërtet, gënjeshtra, shpifja, ala wa qawlu zur. U çu pejgamberi Allahut pasi ishte i drejtuar, ishte i mbështetur në mexhlis, u çu në mesin e sahabëve duke bërtitur dhe përsëritur më shumë se 4-5 herë
që të kenë kujdes besimtarët se është shumë e rëndë fjala jo e vërtet e cila ka mundësi t'i përçan dhe ndan burrin nga gruaja, bashkëshortet mes tyre, ka mundësi të përçan prindërit mes tyre, familjarët mes tyre, shoqëninë mes tyre dhe kështu me radhë. Ndaj, na duhet të agjerojmë me gojën tonë, të agjerojmë me veshët tanë, të agjerojmë me sytë tanë, të agjerojmë me zemrën tonë, sepse Allahu nuk është i nevojshëm për agjerimin vetëm në aspektin e hajës dhe pijës. Ramazani afërsisht i ka 29 deri 30 ditë. Zakonisht a mundet ky muaj që të edukoj besimtarin musliman për tërë vitin? Dhe pse besimtarët musliman pas përfundimit të Ramazanit kthehen zakonet e vjetra? Është interesante, ka qenë një grua në Mekke e cila është përshkruar prej gjithë Mekalive, jo vetëm prej sahabëve, el-hamqa, wal-kharqa. Grua e cila Allahu tha në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa la takunu kellati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Allahu tha, mos të merr një shembull, të mos jeni si ajo grua në Mekke e cila nga mëngjesi, prej sabahut deri në drekë apo deri në ikindi, mundoheshte të punon me mundin zellin e saj për të tjerur diç nga roba, për të qëndisur diç nga robat, deri në drekë dhe në ikindi. Me plot mund, bimbar dikue, e bënte shumë të fortë, e bënte shumë originale. E pastaj pas ikindije, deri në akşam më pojaci, fillon të atë që kishte qëndisur, atë të cilën e kishte tjerur, fillon të me i hekur, me e shprish fije për fije. E në fund të ditës, ku ishte rezultati? E gjithë ai mund, e gjithë ajo punë, e gjithë ajo e qëndisur, fund të ishte me shkatrim. Ndaj Allahu tha, ki shembull kuranor gjigant, jo vetëm në agjerim, por të gjitha punët dhe në sadaka, dhe në zeqat, dhe në haqj, dhe në Ramazan, dhe në punë të cilët kemi obligime shoqërore, të mos i përngjajmë shembullit të asaj grue, e cila 30 ditë agjerim ka agjeru, ka fal, ka bë dua, ka bë lutje, është mundu, e pastaj pas 30 ditëshit, ai ta merr një anë tjetër të rrugës drejt jetës kësaj bote. Asesi, atë të cilën na ka mësuar Allahu përmes Kur'anit, duke ju nështru Zotit ton, në muajin e agjerimit të mundohemi të mbajmë këtë imazh dhe këtë fe, dhe këtë drejtësi, dhe këtë detyri, dhe këtë bashkim, dhe këtë ndihmë të cilën ja ofrojmë njëri tjetrit në sofrat e iftarit, të varfurve, atyre të cilët kanë nevojë, ata të cilët janë nevojtar për njëri tjetrin, të jemi në shërbim të njëri tjetrit, duke arritur kënaqësinë e Allahut edhe mas 29 apo 30 ditëve të muajit të bekuar të Ramazanit, të mos prishim vlerat tona, të mos prishim sevapet dhe shpërblimet tona gjatë muajit të Ramazanit. Cilët janë faktikisht dilemat e njerëzve që bëjnë me vlerëshmërinë e Ramazanit. Zakonisht përdorimi i barnave, gabimet e përditshme, mund të them një rast për shembull, gjyshim është i sëmur, pranon medikime, por ai dëshiron që ta mbaj Ramazanin. Mjeku i thot atij që nuk duhet ta mbaj Ramazanin. Ai bëhet me ndalimin e mjekut, faktikisht me përdorimin e barnave është i pjatë tjetërsueshëm, ai bëhet haram atij agjerimi i Ramazanit. Pyetje shumë e rëndësishme, duke ditur se Allahu është krijuesi i gjithë krijesave, dhe në mesin e tyre dhe njeriu, ai i cili e ka obliguar njeriu me farzët e tij, ai e din konstruktin dhe e din takatin dhe mundësin, fuqin e besimtarit drejt atyre veprave me cilët obligime Allahu i obligoi ata. Por është shumë e rëndësishme në ajetet kuranore ku flitet për agjerimin, Allahu tha: "Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allahu dëshiron me obligimet farzët, ndërta dhe agjerimi, dëshiron për ju lehtësi, nuk dëshiron ngarkesë.
ata të cilët e ndin veten e ngarkuar nga smundje të ndryshme apo nga rrugtimi, Allahu tha në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, men kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Kush prej jush ka mundësi që të jetë i smur në kohën muajin e bekuar të Ramazanit, apo të jetë në rrugtim, ai e ka të lejuar të braktisë Ramazanin, agjerimin e tij, e nëse shërohet pas muajit bekuar, ai duhet t'i bërë kaza, t'i plotson ditët të cilët i ka braktisur në Ramazan gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Dhe kështu në këtë smundje hinë në këtë kategori edhe gratë të cilët janë shtatzana. Nëse friksohen ata për shtatzanin e tyre, se agjerimi ka mundësi të jetë pengesë dhe ta dobëson nanën shtatzan në fëmijën e saj, në barkun e saj, ajo lejohet, i jepet hapësirë dhe liri që ajo të braktisë dhe prish agjerimin e pastaj ta kompenzon kur t'jetë pas lindjes në fuqinë e saj dhe t'jetë e pastër pas lindjes mbas në muajit të agjerimit. Një ashtu është ka lirin absolute që të prish apo të braktisë agjerimin në këtë muaj, gruaja e cila ka lindur për fëmijën e saj ende e ka në ushqimin e gjithdhënjes me qumshtin e saj, nëse ka frikë se mund të ketë probleme në qumshtin e saj, ajo mund ta braktisë agjerimin. Për të smuarit, të cilët shkojnë vizitë tek mjekët, duhet fillimisht mjekët të jenë besimtar, apo të konfirmohet smundja e cila ka mundësi të jetë e dëmshme për agjeruesin, nëse i bën dëm, atëherë duhet braktisur agjerimi, nga se Allahu xhelle xhelalu na e dha lehtësimin në jetën e kësaj bote në muajin e bekuar të Ramazanit, e ata pastaj ti kompenzojmë në muajin pas Ramazanit. Nëse s'ka mundësi, njerëzit janë të shtyrë në moshë dhe s'kan mundësi ta agjerojnë Ramazanin edhe pas Ramazanit, atëherë Allahu xhelle xhelalu tha wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ata të cilët janë të dobësuar në trupin e tyre, janë të shtyrë në moshë dhe s'kan mundësi ta agjerojnë në Ramazan dhe pas Ramazanit, atëherë pas Ramazanit ata le të japin nga një ushqim ditor për shlirjen e atyre ditëve të cilët i ka braktisur në këtë muaj. Vlen të cekim, ndoshta me kohën jemi pak sa ngushtë, por që është prej dispozitave shariatike, të kemi kujdes. Nëse dikush ka frikë të mos jetë apo është në dilemë dhe dyshim, a thu vallë mos i është prishur agjerimi nëse çohet i papastër nga xhumi, nga ëndra të ndryshme, pejgamberi Allahu tha, në 3 raste besimtarit nuk i prishet agjerimi. Në momentin që ai bën hijame, nuk i prishet agjerimi. Në momentin që ka të vjellura, por me kusht të mos i nxit të vjellurat vetë personalisht me gisht dhe me vetë dije, por nëse i vinë të vjellurat vetë nuk e prish agjerimin dhe nuk e prishin ëndrat të cilat janë si pasojë e ëndra vjen deri tek papastërtia. Nëse çohet ditën e agjerimit nga xhumi i papastër, ai agjerimin e tij e vazhdon deri në iftar dhe agjerimi i tij është i plot. Një ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka cekur për kategoritë njerëzve, persona të cilët ka mundësi të prishin agjerimin e tyre nga haresa. Ndaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili han dhe pin gjatë ditës së agjerimit duke qenë në haresa është muajin e bekuar, feljutim saumehu, le ta vazhdon agjerimin e tij. Kështu kanë thënë ulemat në bazë të hadithit, nëse njohim një njeri i cili është i fortë në trupin fizikun e tij dhe është në haresa, është agjerueshëm dhe ka hangër diç apo ka pirë duke prish agjerimin, duhet me ja tërheq vërejtjen dhe me i tregu se është agjerueshëm për shkak se ky është i fortë. Por nëse shohim se dikush është i dobët në fizikun e tij, atëherë na nuk duhet t'ja kujtojmë atij, sepse tha pejgamberi Allahut, kjo është nga mëshira e Allahut i cili don me ushqi musafirin e tij gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Në një shoqëri ku ka korrupsion, padrejtësi dhe sfida morale, a mund të pranohet agjerimi pa drejtësi dhe në sjellje? Dhe çfarë mesazhi duhet të na japë Ramazani për jetën jashtë xhamisë? Mashallah, Ramazani mesazhin kryesor, të cilën e ka në jetën brenda dhe jashtë asaj të xhamisë, është Allahu përmes agjerimit dëshiron që të
të ndalon njeriu epshin e tij. Gjithmonë njeriu besimtari është në luftë me egon, me epshin, me dëshirat e pa kuptimta që i shfaqen në jetën e kësaj dunjaje. Prandaj për bë vet kontrollin besimtari në jetën e kësaj bote duhet menaxhon epshin e tij. Tha Allahu në Kur'an: "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bayna an-nasi bil haqq wala tattabi' hawak." Tha o Daud, na të kemi bë pejgamber dhe të kemi bë mëkëmbës në tokë, gjikatës të gjikosh me drejtësi, fahkum bil haqq, që ti të gjikosh me fjalën e drejtë. Mirë po gjithmonë do t'ja merr anën drejtësisë kur njeriu gjikon me epsh, kur njeriu gjikon me kanjse, kur njeriu gjikon me dëshira. Ndaj, për ta kontrollu epshin e tij, e kontrollon përmes agjerimit. Nëse njeriu është i gatshëm të braktis hajen dhe pijen që janë halal, kjo është trajnimi më i mirë që ai të braktis atë e cila është haram, atë e cila nuk është e tij, atë e cila është haku dhe djersi të tjerëve, e që si pasojë pastaj vin korrupsioni, pastaj vin padrejtësia, pastaj vin rishveti, pastaj vin problemet dhe çrregullimet në tokë. Prandaj Allahu tha në Kur'an: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Ai I cili ka arritur që të ketë frikë në çdo moment, duke e kujtu takimin dhe qëndrimin para Zotit në ditën e gjykimit, ai e ndal epshin e tij. E din se krejt kjo nuk do t'i bën dobi para Allahut në drejtsinë atij absolute, se tek ai nuk kalohet me rishvet, tek ai nuk kalohet me njoftësi, tek ai nuk kalohet me padrejtësi, tek ai nuk halohet në hares. Ai I cili ka frikë dhe përgatitet në qëndrimin para Zotit se do t'jep llogari, e ndal epshin e tij, ai e ka ndalur zullumin, korrupsionin, padrejtësinë. Ai wa nahan nafsa 'anil hawa, e gjithsesi tha Allahu shpërblimi për të në ditën e gjykimit, vendi I strehimit do t'jetë fa innal jannata hiya al-ma'wa, do t'jetë xheneti të cilën Allahu e ka përgatitur për këta besimtarë. Dhe jo rastësisht pejgamberi Allahut na përgëzoi me derën të cilën Allahu e emërtoi prej 8 dyerve të xhenetit, babur rayyan, xheneti I përgatitur për agjeruesit, ata të cilët kanë abstenu epshin dëshirat e tyre në jetën e kësaj bote, e të jetë dëshira Allahut, drejtësia atij në tokë. O që dhe përfundim, cili është mesazhi juaj për këtë Ramazan për besimtarët musliman? Mesazhi im do të ishte mesazhi pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam për gëzimet tona, për gëzimet e fesë islame, që njerëzit ta mërpresin me buzëqeshje dhe kënaqësi shpirtërore, me dëshirën më të madhe, sepse njerëzit nuk agjerojnë dhe nuk qëndrojnë të së urrituri vetëm për shkak ndonjë obligimi të rëndë, por nga dashuria që kanë për Allahun, tha pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam: li saimi farhatan. Le të gëzohen musliman këtë muaj, sepse tha për agjeruesin ekzistojnë di gëzime. Janë di përgëzime për agjeruesin. Tha farhatun idha aftara bi fitrih, tha agjerimi I parë është gëzimi I tij, apo gëzimi I parë është gëzimi I tij në ditën e agjerimit kur ka arrit në momentin kohën e iftarit me familjen e tij, me shokët e tij, me vllaznin e tij, me akraban e tij, me evladin e tij, me kujshin e tij, e ka ngopur barkun që gjatë gjithë ditës ka dëshmuar se Allahu I bindet dhe se askush nuk mund ta definon ka qenë agjerueshëm apo jo, se I vetmi agjerimi është I fshet, I cili bën me sinqeritet vetëm për Allahun xhelle xhelalu, dhe gëzimi I ditë do të jetë, tha pejgamberi Allahut: idha laqiya rabbahu bi siyami, kur do të takon Allahun ditën e gjykimit me agjerimin e tij. Le të jetë kjo bagazh I jon, ajo me cilën na do të takojmë Zotin ton ditën e gjykimit. Ndaj tha pejgamberi Allahut: el-Qur'anu was-siyamu yashfi'ani yawm al-qiyamah. Kur'ani që është muaji I Kur'anit dhe agjerimi I cili është muaji I Ramazanit, në ditën e gjykimit besimtarin nuk e lën vet përballë Allahut, dhe dalin dhe ndërmjetësojnë shefat ndaj Allahut dhe robit tij.
Faleminderit Hoxh për mesazhet dhe këshillat e juaja shumë të vlefshme për ne dhe shikuesit tanë. Gjithashtu, faleminderit që pranuat të jeni pjesë e emisionit tonë. Ishte kënaqësi e imja me të vërtet. Allahu ju shpërblet gjithë juve për kontributin e dhënë në këtë dinë të Allahut, i cila është e garantuar të lumt ata të cilët i bashkangjiten këtij karavani, dhe unë ju dëshiroj gjithë besimtarëve musliman në hijen e këtyre tokave arborore shqiptare t'ja u bëj për hajër këtë muaj të bekuar, me shpresë dhe lutje që Allahut na i pranon agjerimin ton, namazet tona, lutjet, duat tona, dhe të na i bashkon zemrat tona. Të nderuar shikues, Ramazani nuk është vetëm agjerim, është një mundësi për reflektim, përmirësim dhe afrim me njëri tjetrin. Uroj që ky Ramazan të sjellë paqe, mirësi dhe begati në familjet e juaja. Nga unë dhe ekipi Ora 24 ju dëshiroj agjerim sa më të lehtë dhe lutje të pranuara. Deri emisionin e radhës, mirëmbëjtje.